ekskluzive, sepse në fakt qoftë në kushtetut dhe qoftë në ligjet organike, këta zyrtarët e tjerë që janë përfshirë e kanë të sankcionuar mënyrën se si ata mund të pezodohen nga detyra. Për shembull, marrim gjyqtarin e gjykatës kushtetuese. Gjyqtari i gjykatës kushtetuese në kushtetut parashikohet që mund të pezodohet nga detyra në qoftë se ai merret i pandehur për një vepër penale, dënohet për një vepër penale dhe këtë vendim e merr vetë gjykata kushtetuese. Pra, parashikimi i propozuar sot vjen në kundërshtim me dispozitën kushtetuese që e parashikon mundësinë e pezullimit nga detyra edhe për një antar të gjykatës kushtetuese. Kështu që në një lloj kuptimi përveç të tjera, se kjo duket po themi elementi ndoshta më bazik, po sigurisht që ja vlen për tu diskutuar, propozimi sot në fakt është një nga rastet e pastra të konfliktit interesit. Sepse Edi Rama ka propozuar një nismë ku është drejt për drejt i prekur, apo si me thënë i përfshirë në këtë nisëm, sepse ka garantuar... I prekur, i përfshirë ose i privilegjuar? Ka garantuar një imunitet të zjeruar për veten e tij. Dhe ligji për konfliktin e interesit parashikon në fakt që zyrtarët nuk mund të parashikojnë, nuk mund të propozojnë as të miratojnë nisma ligjore, akte nënligjore kështu me radhë, që janë individuale, si që është ky rasti konkret, pra sepse prek një numër të kufizuar zyrtarësh dhe prek vetë apo favorizon vetë në mënyrë të drejtë për drejtë zyrtarin. Ligji për konfliktin e interesit thotë që nisma të tilla janë absolutisht pavlefshme, sepse janë kushtet e konfliktit të interesit. Dhe ky është një nga rastet e një nisme tërësisht në kushtet e konfliktit të interesit, sepse kryeministri dëshiron të sankcionojë nëpërmjet kësaj nisme ligjore që hetimet e SPAK-ut, pra SPAK-u nga një anë dhe GKK-ja nga ana tjetër, nuk mund të sankcionojnë pezullimin e tij nga detyra pavarësisht se çfarë mund të rezultojë nga hetimet e SPAK-ut. Pra dhe sikur të zbulohet që ka abuzuar me detyrën, ka shpërdoruar detyrën, është përfshirë në veprimtari të paligjshme, ka po themi është i korruptuar, ka shkaktuar dëm buxhetit të shtetit miliarda euro. Është një rast sigurisht i paprecedent. Po nuk di, po themi një rast gjashëm as në historitë e vendeve Bashkimit Evropian, nuk di në fakt as në Shqipëri. As në Shqipëri nuk di ndonjë rast të ngjashëm, pavarësisht problemeve të mëdha që ka pasur Shqipëria në këto 35 vite, nuk di një rast të ngjashëm që kryeministri në detyrë ka propozuar një nismë ligjore, qoftë ligj në parlament apo akt nënligjor të miratuar nga qeveria, që synon t'i ofrojë atij vetë personalisht t'i ofrojë mbrojtje personale atij dhe antarëve të kabinetit e tij nga hetime që mund të kryejnë organet ligjzbatuese. Është kjo, si nisëm për ta kuptuar, është lehtësuese apo e bën të paprekshëm zyrtarin e lartë? Qoftë ky kryeministri, qoftë kushdo tjetër. Sigurisht është, në fakt po të lexoni relacionin, sigurisht që kjo i shërben paprekshmërisë dhe pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë. Cilat janë elementet? Përpiqem të bëjmë një fact check. Shiko, një nga arsyet kryesore pse ne bëm reformën në drejtësi, reforma në drejtësi nuk u bë po themi për të hetuar dhe dënuar zyrtarët e nivelit 2, 3 e kështu me radhë. Keni parasysh edhe përpara miratimit reformës në drejtësi, ne kemi kryetar bashkish, kryetar komunash, drejtor të përgjithshëm, sekretar të përgjithshëm, ministra dhe deputet të dënuar. Shën fjala bie, Sajmir Tahiri nuk është hetuar dhe dënuar nga kjo drejtësia e re, është hetuar dhe dënuar nga drejtësia që ne kishim përpara vitit 2016. Pra, edhe ajo drejtësia që thonë këta ishte me 1000 probleme tjere dhe kishte nevojë për të reformuar, arrinte të hetonte dhe të dënonte zyrtar të lartë. Problemi ishte që kishte zyrtar të këtë cilët as hetimi dhe as ndëshkimi nuk arrinte ndonjëherë. Dhe qëllimi parsor që ne kishim me reformën drejtësi ishte të garantonim një barazi totale përpara ligjit. Nga zyrtari më i lartë, pra nga presidenti i Republikës, deri te specialisti më i thjeshtë në administratë publike, mund të ishin subjekt hetimesh dhe ndëshkimesh apo dënimesh nga ana e gjykatave. Tani kthehemi mbrapsht. Nëpërmjet kësaj nisme ligjore synojmë që për një kategori zyrtarësh të lartë të krijojmë jo më një paprekshmëri dhe